Okej, më shkruajt në mesazh. Afrodita, pse përdor fjalën ilaç? A është fjalë turke kjo? Okej, jo njerëz. Fjala ilaç nuk është turke, turqet e kanë vjedh nga ne si shumë popull të tjerë. Nga vjen fjala origjina e fjalës ilaç. Në të kaluarën kur një njeri ishte smur, nuk ishte doktore, spitale, siç ka tani, por atëherë ekzistonte një njeri ditur, një njeri shërues. Kishte dituri mbi bimët, shëruese, matematik, kishte kimi dhe kishte pra dhe dituri mbi astrologjin. Ky shëruesi, kur shikonte një njeri të smur, i shikonte në të njëjtën kohë dhe yllin e tij. Këtë i gjeni tek mësimet e mia me profesorin Petrozhej, nuk është nëpër libra. Dhe kur shikonte yllin, ky shëruesi do të thot yll. Shikonte çfarë planeti kishte, çfarë shqetësimi kishte, në cilën pjesë të trupit, etj dhe në bazë të kësaj i zbulonte formulën që edhe i shëronte nëpërmjet bimëve, nëpërmjet natyrës, jo kimikateve dhe pislliqeve që doktorët në ditët e sotme japin. Yll. Pra kur ylli yt është i smur, edhe ti automatikisht je i smur, ke probleme. Pra ça ylli ke? Ilaç, ça ylli. Dhe është shqip, kuptohet, astrologjia vedike ishin këto shëruesit, nuk më ishin astrologjin që përdoret sot, që është fallce e perëndimorëve, është astrologjia vedike. Ata e dinin dhe sot në këto ditë fatmirësisht e kam mësuar dhe unë.